Gjo shumë e thjesht, më vlla. Pyetja bëhet drejt për drejt. Brike, pse zgjodh Selin e nuk më zgjodhe mua, me që unë jam lojtar i dobët? Se kështu thonë ju gjithë ditën. Sepse nuk ta jap shansin ty me të shumë finale. Automatikisht bie poshtë. Bie poshtë e para dhe jam më i fortë se sa ty pra. Se ti s'do me shku në finale. Nuk do ti të shkosh finale. Jo të shkoj, më mi të shkoj Selin, ja ke dhuru Selinit pra. Jo, do shkoj unë, thot. O, vla. Qa logjike o zonë. Me shalë, si që ka pretendu ajo që ja ka thënë Njuelës, që femra matë tu shkon kemisi, jo në finale të Big Brother. Nuk e di, po të kisha qenë unë supporti këtyre, se si mund gjesha një mundësi për t'i mbrojt këta në debat. Me i mbrojt, e kupton? Për shumë, që ka thonë këta, që a thimi ne? Si ta mbrojmë Brikenën, për shumë. Po ja pra, a ishte më beti dasmës. Ajo tjetra thot, unë jam shumë e sigur, thot, që këta po të bëjnë dasëm nesër, këta janë të dy finale. Bëri dasëm dhe mas i jave doli Gimbo. I bie që pse se bëni dasëm. Në këtë pikë të lojës, thot kjo tani. Pse që ka ndryshuar? Pse që ishin kushtet atë? Atëherë ishte dhe më e lehtë. Ishte dhe më e lehtë, pra. Ishte dhe më e lehtë gojnë vajtë. Kjo atëherë pas ka bot dasmën për me qu Selinin dhe Gimbo në finale. Kupto? Nuk e ka bot dasmën sepse e ka ndje. Pra dhe këto, thonë, në qoftë se ne bëjt dasëm këtu, ne jemi të sigur në finale. Pra logikisht ato flasin hapur, që e lidhin dasmën si një instrument, si një vegël për të shku në finale.